Këto dërasa janë dera improvizuar që paralajmëron anëtarët e shoqatës së të verbërve në Prishtinë se është rrezik të kalojnë. Kjo ndërtesë që për shoqatën shërben si një depo për donacione e arkiv është në prag të shembjes. Pjesë të murit vetë se kanë filluar të bien e që të verbrit e kësaj shoqate të mos e përdorin është e pashmangshme. Po ne kemi qenë të rrezikum kur kemi filluar me shpërndan ndihmat. Kur kemi filluar me shpërndan ndihmë këtu mbrana, antari u detyru me hi mbrana edhe balta prej tallonit. Ja i kara ati personi, apo asaj personi jam kara mu, çdo herë na jem, ne kanë të lëndum, edhe jem të rrezikum. Edhe jem të rrezikum, po për atë arsye kam pasë nevojshme urgjente që të kërkoj ndihmë. Në përpjekje për të shmangur ndonjë fatkeqësi, Gashi ka filluar të interesohet edhe vetë për aranzhimin e një kompanie. Në këtu mbrana ditës pak 3-4 herë do të me hy edhe me dalë. Pa të arsye kam pasë nevojshme që urgjentisht kërkoj ndihmë, edhe pse para 2 ditë kam biseduar me një kompani të pastrimit private, ja dërgova fotën e objektit, rënimi dhe pastrimi po kushti ke 1.000 euro. Po kur e kuptoj që ne jem shoqat e të verbërve, nuk ke mundësi financiare atë shumë me mbulu, atëherë ai vullnetar pranoi që 500 euro zbriti. Në gjendje të njëjtë, ka qenë edhe zyra qendrore e shoqatës, ngjitur me depon. Megjithatë, Drejtoria për Mirëqenie Sociale në Komunë të Prishtinës e kishte marrë përsipër vitin e kaluar rindërtimin e saj, një kosto prej 20.000 eurosh. Për këtë depo, Gashi thotë se shoqata do ta marrë vetë përsipër për të bërë zgjidhje bashkë me vullnetmirët që duan të ndihmojnë. E këtyre të fundit u përcjell një lutje. E pat, që është gjendje. Rreziku është çdo moment që na ka nosit rreziku. Ne përmes Facebookut kam bën një lutje tek gjithë donatorë që kanë mundësi me kontribu me mjete financiare për rënimin e pastrimin e kësaj depoje, ku për ne kishte me qenë shumë një ndihmë e mrekullueshme. Shoqata ka mbi 600 anëtar të regjistruar, mbi 400 prej tyre aktiv.